Panik e hënë, 23 mars 2026. Irani po rënohet, ndërsa Trump i pret dorën e fshehur Londrës në naftën globale. Të gjithë strategët e koltukut në mediat sociale e kanë humbur pamjen e përgjithshme në lindjen e mesme, sepse nuk e kuptojnë ekonominë. Donald Trump i ka bërë Shtetet e Bashkuara të pavarura nga ana energjetike. Tani, synon të thyej kontrollin e përjetshëm të City of London mbi çmimet e energjisë dhe me të pushtetin e tyre mbi ekonominë globale, përfshirë ekonominë amerikane, edhe me forcë nëse është e nevojshme. Ja çfarë postoi presidenti Trump në Truth Social të shtunën në mbrëmje. Nëse Irani nuk e hap plotësisht dhe pa kërcënim ngushticën e Hormuzit brenda 48 orëve nga ky moment, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të godasin dhe do të eliminojnë termocentralet e Iranit. Pra, duke vepruar kështu, Trump i vuri të gjithë lojtarët kryesor në rrezik. Qeveria iraniane e çmendur është e gjitha për në arati. Ndërsa 23 kombet që janë zotuar të mbrojnë ngushticën e Hormuzit, tani ka një afat. Ndaj dhe kanë filluar të zhvendosin asetet në rajon. Iranianët duhet të uleshin në tryezën e negociatave për të shmangur dëmin, dhe zgjodhen të paraqisnin 6 kërkesa të hënën në mëngjes. Media, sigurisht, u përfshi në histeri. Financial Times u mbështet te grupi ndërkombëtar i krizave, një organizatë globale e financuar nga Soros, për të deklaruar se bota po shkon drejt katastrofës si rezultat i postimit të presidentit Trump. Të hënën në mëngjes, Trump njoftoi se Irani ishte në tryezën e negociatave dhe kishte negociuar në mënyrë produktive. Kështu që zgjati afatin e goditjes me 5 ditë për një vendim përfundimtar. Shtypi, gazetarët, të gjithë janë zëdhënës të Londrës dhe Wall Street. Megjithatë, qyteti i Londrës, City of London është në krizë më të thellë në historinë e tij si rezultat i veprimeve të presidentit amerikan. Trump i ka nxjerrë nga orbita anglezët dhe jo vetëm. E kemi parë lojën e madhe të globalizimit që nga viti 1971, kur lindi perandoria moderne financiare britanike e petrodollarit. Dhe tani do të merremi shkurt me 3 histori. Së pari, çfarë po ndodh në City of London brenda dhe strategjikisht. Së dyti, si e ka penguar Londra paqen dhe zhvillimin ekonomik në lindjen e mesme deri më tani. Dhe së treti, si Trump po ndjek gjurmët e Franklin Delano Roosevelt, duke i dhënë fund kontrollit të Londrës në lindjen e mesme. Londra po rrjedh gjak dhe ndërsa të gjithë diskutojnë postimin e Trumpit, Londra shpalli një emergjencë financiare. Kryeministri Keir Starmer thirri një takim urgjent të kabinetit me guvernatorin e bankës anglisë Andrew Bailey për të marrë me rritjen e kostove të energjisë, të cilat po godasin shumë rënd familjet britanike. Kostot e huamarrjes së qeverisë u rritën mbi 5% të premten për herë të parë, që nga korriku i vitit 2008. Një krizë që po godet kabinetin në një situatë të çmendur. Një burim i tha GV News se ka një melankoli të thellë si në thesarin e Mbretërisë së Bashkuar, ashtu edhe në shtëpinë me numrin 10. Dhe perandoria britanike moderne nuk mund të mbijetojë pa ushtrinë amerikane, që zbaton objektivat e saj strategjike dhe nuk mund të mbijetojë pa shtetet e naftës së xhirit, që ruajnë pasurinë e tyre në Londër. Por këto shtete tani po i zhvendosin paratë e tyre në Shtetet e Bashkuara të Trumpit dhe janë bashkuar me Këshillin e tij të Paqes për t'i dhënë fund luftës së përhershme fetare në rajon. Qeveritë e xhirit kanë premtuar $4 trilion investime në Amerikë që kur Trump u rikthye në detyrë. Vetëm Emiratet e Bashkuara Arabe konfirmuan një premtim për $1.4 trilion këtë javë. Dhe gjithë kjo është në kuadër të Këshillit të Paqes, që synon zhvillimin ekonomik në lindjen e mesme, së bashku me burimet bërthamore dhe burimet e tjera moderne të energjisë. Paraliza e Starmer përballë kësaj çështje është aq e dukshme, saqë u bë një shaka globale të shtunën në mbrëmje. Me Saturday Night Live London, një emision humoristik, tallte Starmerin, dhe Trump e postoi klipin në mediat sociale. Europa gjithashtu po përballet papritmas me pasojat e 2 projekteve katastrofike imperiale britanike, energjinë e gjelbër dhe Ukrainën. Në një veprim të paprecedent, kryeministri belg Bart De Bert u prish me të gjithë bashkimin evropian javën e kaluar. Citoj: "Ne duhet të normalizojmë marrëdhëniet me Rusinë dhe të rifitojmë aksesin në energji të lirë. Kjo është logjika e shëndosh. Privatisht, udhëheqësit evropian pajtohen me mua, por askush nuk guxon ta thotë me zë të lartë", tha belgu. Dhe vazhdoi: "Dhe për Ukrainën, meqense se nuk mund t'i bëjmë presion Putinit duke dërguar armë në Ukrainë, nuk mund ta mbytim ekonominë e tij pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Kështu që ka mbetur vetëm një metodë, që të bëjmë një marrëveshje." Kjo është e gjithë arkitektura perandorake e pasluftës që po plas njëkohësisht për shkak të vendimeve të marra në Washington gjatë 60 ditëve të fundit. Gjë që na çon në transformimin që askush në media nuk po e mbulon, që askush nuk e thot. Kjo është arsyeja pse jemi këtu, si media alternative, për të thënë atë që nuk thuhet nga media e shumë paguar për desinformim.
Tani, ja çfarë mungon plotësisht strategëve kokbosh të kolltuqeve televizive, që bëjnë analiza. Irani nuk e mbylli ngushticën me një blokadë detare. Fluturoi disa dronë dhe kjo mjaftoi, sepse pika e vërtetë e pengesës nuk është ngushtica e Hormuzit dhe dy fekët e Houthit. Pika e vërtetë e pengesës është monopoli i City of London mbi sigurimin e naftës dhe çmimet e naftës. Kompania Lloyd's e Londrës ka qenë në këtë biznes për 337 vite dhe është në krye të tregut global të sigurimeve detare për rrezikun e luftës. Pa këtë sigurim, anijet nuk lëvizin. Në çdo krizë të mëparshme, në luftën 8-vjeçare midis Iranit dhe Irakut, në luftën e gjirit të vitit 1990, në përballjen e vitit 2012 kur Irani kërcënoi të mbyllte ngushticën e Hormuzit, kompania Lloyd's nuk anuloi kurrë mbulimin e rrezikut të luftës. Ata rrisnin çrimet, por anijet vazhdonin të lëviznin. Më 2 mars, për herë të parë në 337 vite, kompania anuluan sigurimin e anijeve të naftës. Trafiku në ngushticën e Hormuzit u shem me 81% brenda një jave, dhe Kutham House, grupi i mendimit imperial i politikës së jashtme të City of London, na tregon pse kompania nuk siguron më anije. Arsyeja është se lufta e vazhdueshme me Iranin duhet t'u tregojë shteteve të gjirit se nuk mund të mbështeten më tek Amerika për garanci sigurie. Pra, mbyllja e ngushticës së Hormuzit nga garancitë e City of London kanë për qëllim t'i kthejnë shtetet e gjirit në orbitën e Londrës. Ky është gjithashtu një sulm i dukshëm ekonomik ndaj presidentit në Amerikë, përpara zgjedhjeve vendimtare të mesit të mandatit. Londra është përpjekur të shkatërrojë kandidaturat e Trump çdo herë, duke filluar me agentin e MI6, Christopher Steele dhe çështjen Russia Gate, deri kohët e fundit ku britanikët kontrollonin gjeografinë globale të energjisë. Merrni ngushticën e Hormuzit, për shembull, është 39 kilometra e gjerë në pikën e saj më të ngushtë. Irani kontrollon veriun, korridoret jugore detare kalojnë në ujërat territoriale të Omanit, por Omani është mbetja e gjallë e perandorisë britanike. Në vitin 1970, M0I6 planifikoi të krijonte sultanatin e saj atje, dhe sot, Selia operon 3 baza inteligjence sinjalizuese britanike në Oman. Inteligjenca britanike dëgjon dhe përgjon çdo anije që shkon drejt pikës së furnizimit. Dhe siç mësuam të gjithë së fundmi, udhëheqësi i ri iranian i shpallur, por i padukshëm, zotëron mbi 130 milion pound në prona, në Londër. Nuk është rastësi. Ky është sigurisht një zakon i rendit të vjetër. Kjo ka ndodhur më parë me të gjithë diktatorët. Që nga viti 1945, por veçanërisht që nga viti 1971, Amerika është bërë muskuli ushtarak pas një sistemi plaçkitje e burimesh, fitimet e të cilit rrjedhin përmes edhe Wall Street. Por, nga ana tjetër, nuk mund të kesh një revolucion të vërtet ekonomik amerikan ose sovranitet të vërtet, nëse dikush tjetër vendos çmimin e energjisë, dhe Trump e di mirë këtë. Thesari i Shteteve të Bashkuara ka rritur natyrshëm furnizimi me naftë dhe gaz në të gjithë botën në 2 javët e fundit, duke hequr sanksionet ndaj naftës ruse, duke ignoruar një pjesë të naftës iraniane dhe duke arritur marrëveshje globale për të liruar rezerva. Në të njëjtën kohë që ngushtica është vallaha e mbyllur, Irani lejon që tankerat të kalojnë nëpër ngushticë drejt Indisë, Kinës dhe Japonisë, klientëve kryesor të tij. Pra, ngushtica nuk është e mbyllur fizikisht. Furnizimet me naftë janë të sigurta, por ngushtica është e mbyllur financiarisht nga qyteti i Londrës dhe përpjekja e saj e dëshpëruar për të qëndruar gjallë si një fuqi botërore. Theksoj edhe një herë, ngushtica është e mbyllur financiarisht. Nuk e dim rezultatin, sepse kjo është një luftë dhe është në nivelin më të lartë që kemi parë ndonjëherë. Por dim parimet për të cilat po lufton presidenti Trump, dhe këto parime e bëjnë këtë një luftë të drejtë, të cilën Shtetet e Bashkuara duhet ta fitojnë. Dhe një gjë duket të jetë e sigurt gjithashtu. Trumpi do ta mbyllë City of London apo qytetin e Londrës qendër financash. Mast Channel. Please subscribe.